Shoqëria koncesionare e Vlora International Airport ka reaguar ndaj deklaratave të bëra publikisht nga kontraktori Mabco, duke sqaruar se kontrata për ndërtimin e objekteve të aeroportit të Vlorës ka një vlerë totale për rreth 62 milionë eurosh dhe jo qindra miliona euro siç është pretenduar. Sipas VIA, deri tani janë certifikuar punime me vlerë rreth 24 milionë euro, ndërsa edhe me përfshirjen e punimeve të pacertifikuara të deklaruara nga vetë kontraktori, realizimi arrin vetëm në 42.54% të kontratës. Shoqëria thekson se të gjitha pagesat për punimet e certifikuara janë kryer në tërësi përmes financimit bankar me BKT-n. Në reagim thuhet se ndërprerja e kontratës nuk ka qenë arbitrare, por pasojë e vonesave të konsiderueshme, mosnisjes së disa objekteve, ndryshimeve të paautorizuara në projekt dhe mos respektimit të afateve kontraktore. VIA pretendon gjithashtu se kontraktori ka penguar mbikëqyrjen teknike dhe ka ushtruar presion ndaj inxhinierëve në kantier. Shoqëria koncesionare deklaron se deri më datën 8 prill 2026 janë evidentuar 429 ditë vonesë me dëmshpërblime të prolongaritura në 4.29 milionë euro. Sipas saj, çdo pretendim për bllokim të aeroportit është i pasakt dhe projekti do të vijojë, pasi konsiderohet një investim strategjik kombëtar që nuk mund të pengohet nga mosmarrëveshjet kontraktore.